Zemër të Prizrenit, historia merr frymë çdo ditë. Qendra historike e këtij qyteti, një nga më të vjetrat në Kosovë, vazhdon të mbetet magnet për vizitorë nga mbar bota, të cilët vijnë për të përjetuar shpirtin e gjallë të një qyteti që nuk pushon së treguari historinë e tij. Në sheshin e Shatërvanit, zemra e qytetit rrep më fort. Tingujt e jetës, zhurma e ujit dhe gjallëria e qytetarëve krijojnë një simfoni të përditshme. Pranë tij qëndron madhështore Xhamia e Sinan Pashës, e ndërtuar në vitin 1615, një dëshmi e fortë e trashëgimisë shpirtërore dhe arkitekturore që i ka rezistuar kohës. Mbi qytet, si një roje heshtur e shekujve, ngrihet kalaja e Prizrenit, me fillesat e saj që datojnë që nga shekulli i 6 në periudhën bizantine. Nga aty, pamja e qytetit shpaloset si një tablo ku ndërthuren çatit e vjetra, lumi që rrjedh pa ndërprer dhe urat harkore që lidhin brigjet, ashtu siç lidh historia të kaluarën me të tashmen. Prizreni nuk është thjesht një qytet, është një ndjenjë, është zëri i kallëdrëmeve që tregojnë hapa shekujsh, është drita që bie mbi gurët e vjetër dhe i jep jetë kujtimeve. Çdo vizitor që largohet nga ky qytet merr me vete një copës historie, një emocion dhe një kujtim që mbetet gjatë. Këto pamje mbreslënse janë sjellë përmes kamerës së televizionit Apollon, duke përcjellë me profesionalizëm bukurinë, emocionin dhe historinë që mbart Prizreni. Përmes objektivit të kamerës, qyteti vjen më pranë çdo shikuesi, duke dëshmuar edhe një herë se trashëgimia nuk është vetëm e kaluar, ajo është frymë, është identitet dhe mbetet krenari.